natyra që e vërteta do triumfoj. Po patjetër, po them, jo vetëm përballja, ose përbaltja e vetë UÇK-s, po në thelb edhe historisë së shqiptarëve. Është deri në këtë pikë e përfshirë? Po jo ajo vetëm sa ka ndodhur, domethënë vetë fakti që liderët e UÇK-s, të cilët drejtuan një guerile të suksesshme, të një populli që ishte i roburuar dhe ishte në kushte mbijetesës, përcënuar nga gjenocid dhe spastrimi etnik, dhe që me atë luftë dinjitoze të fisme bën për vete gjithë botën perëndimore, dhe fakti që ajo vjen pikë pyetje dhe është bakën akuzuarve, ai është boll dëm i madh që na është bërë. Padyshim që larg qoftë një dënim i tyre do bëhet dëm akoma më të madh dhe do përmbushte tentativat e Serbisë për të relativizuar përgjegjësinë historike, për të treguar që të gjithë kanë qenë janë bashkëfajtor dhe që të gjithë kanë qenë të implikuar në krime dhe duke eliminuar kështu e përsi morale që ka kombi shqiptar dhe duke barazuar xhelatin me viktimën. Për këtë aspekt, rreziku nuk ka të bëjë vetëm me ata emra të përveçëm, të cilët janë kontributor të jashtëzakonshëm, por ka të bëjë për më tepër me historinë, me narrativën, me pozicionin tonë moral në histori.